Një arsenal armësh është gjetur në fshatin Zall të Fushkrujës pas kontrolleve të ushtruara nga forcat e Renea për atentatin e ndodhur në 11 nëntor pranë aeroportit të Rinasit, ku ngeli i vrarë shtetasi Gilman Dodani dhe u plagos rënd shoferi i tij Muçi Shaliani, i njohur ndryshe si Muçi Sheqeri, agjenti i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore. Armët janë gjetur brenda banesës së yllit Zallës, i cili është shpallur në kërkim dhe dyshohet se është personi që ju ka siguruar armët atentatorëve. Po ashtu dyshohet se mjeti tip Toyota i autorëve ka dalë nga banesa e tij në drejtim të Rinasit për të kryer atentatin mafioz mesditën e 11 nëntorit. Sipas policisë, brenda banesës janë gjetur dhe sekuestruar 3 kallëp tritoli, 4 armë zjarri, 2 automatik dhe 2 push, 6.000 fishek të kalibrave të ndryshëm, 3 hra dhe pjesëarmësh, 12 granata dore sulmuese, sasi lëndësh plasëse gati për shpërthim, të montuara me kapsolla detonatore, fitil zjarr përcjellës dhe celular mina, 3 ndezës granatas, kapsole detonatore dhe 5 telefona, si edhe 2 kg 25 gram kanabis. Policia ndër të tjera thekson se ka shpallur në kërkim 48 vjeçarin dhe po heton lidhjet e tij me atentatin e ndodhur në Rinas. Ylli Zalla nuk është një emër i panjohur për blut. Ai ka rënë në prangat e policisë edhe në vitin 2014 për prodhim të bombave artizanale. Në atë kohë, 48 vjeçari dyshohej për lidhje me grupe terroriste të ISIS që dërgonin shqiptar për të luftuar në Siri. Ai është arrestuar pasi gjykata e shkallës së parë në Krujë kishte caktuar ndaj tij masën e arrestit me burg për prodhimin e mbajtjen pa leje të armëve luftarake, si dhe prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Nuk dihet nëse ai është dënuar për këtë çështje. Atentati ka ndodhur në 11 nëntor, kur Gilman Dodani dhe Muçi Shaliani u qelluan me breshëri pranë rreth rrotullimit të Rinasit, sapo ishin kthyer nga Barcelona. Autorët 4 persona me një Toyota të vjedhur në Greqi pritën mbi 10 minuta. 3 prej tyre dolën dhe qelluan. Më pas u larguan dhe dogjën automjetin në fshatin Halil të Fushkrujës. Gilman Dodani, i cili konsiderohej si një nga njerëzit e besuar të Emiliano Shullazit, ishte liruar nga burgu në vitin 2024.